Në mjedisin e jashtëm të xhamisë Ebu Bekër, Myftinia Shkodër organizoi promovimin e librit të ri të teologut shkodran Besim Barbullushi me titullin Metodat e edukimit në Islam, shembuj nga profeti Muhammed. Ky është botimi i dytë i autorit, pas atij i kushtuar familjes, me një tekst të veçantë këtë herë mbi rolin e arsimit në dritën islame. Ky libër në fakt është shkruar në një periudhë ku arsimi, edhe pse është në qendër të zhvillimeve teknologjike dhe politike globale, fatkeqësisht shpesh e humb thelbin e vet human dhe moral. Shkollat dhe universitetet tona janë të pasura me informacione, por ndonjëherë të varfra në vlera. Në këtë kontekst kam ndje si detyrë që të sjell një kontribut që vetëm fton për reflektim, por propozon gjithashtu çësie integruese, që e sheh edukimin si proces të formimit të plotë të individit. Në këtë takim promovues, në mesin atyre që morën fjalën ishte muftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari. Ai vlerësoi përmbajtjen e librit si një udhërrëfyes praktik dhe shpirtëror për edukimin e brezave të rinj. Nëpërmjet shkrimeve jo të pakta, hutbeve të xhumasë, referateve dhe trajtesave shkencore të botuara edhe në gazetën Udha Islame e përmuajshme e Myftinisë Shkodër, por jo vetëm, Magistër Besim Barbullushi, lexuarmen e tij me përgjithësinë e plot të atij që kur flet, fjala i zëvend. Dhe kur e thot fjalën e tij, ai duhet marrë me shumë seriozitet. Një moment simbolik ishte dhurimi një sijadeje nga Imam Sytari për autorin, si shenjë mirënjohjeje për kontributin e tij në fushën e dijes dhe edukimit islam. Në përfundim të promovimit, pjesëmarrësve ju dhurua një kopje e librit.